Është mirë që është digitalizu me një farë forme komunikimi, se dashuria në përgjithësi është diçka tjetër që nuk mund digitalizohet kurrë, kështu që format për me gjetë dashurinë po janë digitalizuar. Okej, faleminderit shumë. Do ta inkuadrojmë nga Tirana dhe psikologen Jonida Ponari. Përshëndetje, Joniga. Përshëndetje, mirë të vjen sërish në këtë emision kaq të mrekullueshëm që Kënaqësi që ju kam përsëri. Jonida, po flasim për dashurinë në epokën digjitale. Të njëjtën pyetje, a është digitalizuar, themi kështu në tojza, dashuria? Dashuria nuk ka se si të digitalizohet, dashuria mbetet e njëjtë, vjen sot dhe përgjithmonë. Dashuria, digitalizimi mund ta ndihmojë, patjetër dashurinë që të shfaqet në mënyrat e saj, por absolutisht dashuria nuk mund të digitalizohet. Ky është mendimi. Okej, kam një pyetje të dytë. A mund të quhet dashuri e vërtet një lidhje që lind përmes touchscreenit, përmes ekranit të celularit tash? Unë mendoj që teknologjia thjesht mësitin e ka ndryshu, Resul, se dashuria ngelet dashuri në fund të ditës. Mësiti është ndryshe. Ka qenë dikur baba, nana, halla, sot është telefoni. Kështu që... Ama baba, halla, nana, derisa ti je taku, kur je taku ka lind dashuria. Tash po lind dashuria dhe po zhvillohet edhe po vdes brenda digjitales, ndoshta pa u taku kurrë. A është dashuri? Prandaj thash, a është dashuri kjo që lind online? Isha ndërlidh pak për në aspektin psikologjik. Nëse referohemi studimeve ndërkombëtare, sepse në nivel vendi nuk kam të paktën informacion që ka bu diçka dikush sa i përket kësaj çështje të lidhjeve digjitale, referohemi një studim që ka bë Hinge, i cili i referohet studimit ku kanë marrë pjesë një numër i madh i partnerve, ku 77% të përdoruesve realisht e kanë bërë një lloj menyje ku janë paraqit cilësitë si një formë kërkese dhe 69% e tyre në fakt kanë arrit me përçu mesazhin se cilat janë cilësitë më të forta që e mbajnë gjallë një lidhje. Në fakt, qëllimi i studimit ka qenë që me arrit një përfundim për faktin që marrëdhëniet mund të janë të qëndrueshme dhe mund të janë konsistente për një kohë shumë të gjatë nëse ka komunikim transparent, të drejtë për drejtë edhe të qartë. Do të tregon atë lidhjen apo korelacionin e fortë që mundën me pas një lidhje digjitale. Domethënë këta që nga viti 2002 e mbështesin edhe shumë studime të tjera, të cilët në fakt kemi shumë pra sepse digjitale na jep mundësi të komunikojmë 24 orë. Do të flasim pak më vonë edhe për ato sa jemi kontrolluar. Ideja është jo vetëm të komunikojmë ose të flasim, por ideja është të flasim me një transparencë, të kemi besim nëse do të kishte qenë mundur të ndërtohet besimi në atë raport, çfarë do lloj periudhe kohore që mund të jetë, por realisht konsiston ato që ka dëshmi të cilat ka pas edhe dokumentar që i kanë rezistu kohës dhe kanë qëndru përgjatë. Ka pas edhe raste që Kanada në Amerikë që ndoshta edhe janë dajun bashku edhe ka 20 vite që lidhjet e takimet kanë qenë për një kohë shumë gjatë vetëm online. Pastaj kanë fillu takimet fizike. Shëndrit? Unë absolutisht nuk e kisha varë këtë konceptin. Unë nisur edhe nga ajo që je i ri, të rrethojnë shumë histori. Pa dyshim nuk ka rëndësi ajo periudha tash, me qenë se një njeri shoqëre ka ndjenjen e dashurisë, mundet me u dashuru, edhe mundet me i përshkru emocionet në çfarë do lloj forma, qoftë në të shkruar, por edhe me i transmetu ato fizikisht me personin në të cilën takohet. Por ideja është që mos me shku tash edhe me bo që ka të shumë, si me thonë, a i reziston dashuria të skrinit se... Të lindja e dashuris, po edhe lind, se sigurisht, tash komunikimet na jemi rrit tash në qitë epokën e komunikimit përmes telefonit. Tash qysh mujna na me thonë, nëse një nanë ose një babi ka fëmijët jashtë në gërbet, a i shuhet dashuria veç pëse komunikon, apo jo. Ajo është tjetër. Pa marë parasysh një njeri i cili e shprej... Pa e pa komunikon. Po normalisht ti ki me pas pëlqim me pa njëherë fizikisht, pastaj me viju bisedat online. Pastaj me i shkru.
Pude. Çka nëse e ka Me bënë pa një figurë? person që atje, vërtet? nuk e njo, po e di që ka për shkak në Në pa mas pari live, po dashnit që nisin Tinder, ose në këto farë dua. Unë thjesht besoj në epokën e sotme, ku jemi, edhe besoj që... Fala i martu? Jo. Po... Se juve ju ka hije, qka të folni ju lejohet? Ju ka hije qka të folni. E qka thash keq? Kam përshpirt shumë, po... Vesh pyta, më interesoj, do më thonë. Ideja është që... Se e thëna dhe bëra ka një që anë mes. Po. Na pi folim, pi përmenim kri teorit, psikologja cila u lidh prej Shqipëris, këto dy vojzat e reja të mira që i kom për balë, shëndritin, por e thëna dhe bëra, dhe më thonë, sa është e mundrë, sa është e prekshme. Po nuk ka të bëj këtu me praktik diçka hala. Na thjesht po mendojna që epoka e digitalizimit nuk është që ka me ndiku në marrëdhëniet e Po diçka dashurisë. dashunia është një formullë, sikur këto fuqit Po, te kur madhore takosh që Luizon e bërë krejt, tani ma nuk je digital. A lind online, a lind Po, jo, online. ta bëj një tjetër paralele. Gratë më përpara të ne, për shkak të migrimit, apo, kanë jetu për vitet e tëra pa burat e tyre. Rita, veç, Ka pas dashuria të fillimi, a lind dashuria online? Lind, absolutisht. Lind. Është njësoj, A ku një më një komunikova unë? praktik ju që ka fillu e këto Sa të që po e dush. thot Sa të Ka dush. fillu me një like? Ka fillu pak aty Sa të dush. Më fali, unë nështë akom edhe deformitet profesional, pëse jem avokote edhe plus edhe me një të kalume edhe me një të kalume që kam qenë police, gjenerata Duhet me jetu me detaje. Jo, e rezervona në gjithë shka, fjalla vjen, më falë Resul, ti më thu unë jam Resul Sinoni, unë më njerë